Fejohet të Afrona dika? Po, e vërtet. E dim që jeni duke menduar që u bë kohë gjatë nga e funda herë kur kemi dëgjuar për jetën personale të Afrona Dikës. Bukuroshja u duk sikur ka rënë në një qetësi pa zhvillime. Në fakt, e vërteta pas ka qenë krejt ndryshe. Thjesht, ajo ka preferuar që këtë pjesë ta lënë në heshtje. Afrona së fundmi është fejuar. Po, më dëgjuat mirë. Kjo lihet të kuptohet edhe nga fotografia e fundit e saj, e ndarë në rrjete sociale, ku shihet një unaz parallore në gisht, shenjë që statusi ka ndryshuar. Burimet të Priveva Libertas Spahiu krah Bukuroshës e kanë konfirmuar zhvillimin që ka ndodhur së fundmi. Nuk dihet nëse Afrona do ta ndajë me ndjekësit në një tjetër moment apo jo, megjithatë ajo është lumturisht e përmbushur në aspektin personal. Ndërkaq shpritet që së shpejti Afrona të rinisë me epizodet e reja të podcastit të saj, i cili po vazhdon një rrugtim të suksesshëm me personazhe të veçantë dhe intervista unike që sjellin një tjetër dimension të ftuarve. Urime Afrona, e shpresojmë që së shpejti dasëm.